Ndërsa tashmë dalim nga studion, shkojmë në shtetin e bukur të Sarandës, apo jo, Ori, ëh? Do të shkojmë sepse aty jemi me kolegu dhe korrespondentin Thomanika për të komunikuar në këtë mëngjes e për të mësuar rreth zhvillimeve kryesore në Sarandë. Mirëmëngjes, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Thomat, përshëndesim. Si nisi dita sot në Sarandë? Edhe për të ndalur te java më pas. Mëngjesi sotëm në Sarandë ka ardhur me diell, por jo çdo ditë kësaj jave ka qenë kështu. Duhet të thënë se modi ka shënuar një kthes drejtësinës që kemi lënë prapa. E veçanërisht dita e martë ka qenë e tillë, duke u shoqëruar edhe nga rreshë shiu, sido që të lehta. E marta ka sjellë edhe lëkundë tërmeti, të cilat janë ndier edhe në disa fshatra të Bashkisë së Finiqit, sidomos në Mesopotam, ndërkohë që regjistrimi i lëkundive është shënuar me 2.5 pall të shkallës Richter. Ato janë shtrirë në një thellësi rreth 4 kilometra në këtë zonë, paçka se dritet e tokës kanë zgjatur vetëm disa sekonda dhe nuk kanë lënë prapa ndonjë pasojë. Ulja e ndjeshme e temperaturave dhe prania e erës së ftohtë ka qenë karakteristik e pothuajse të gjitha ditëve përjashtuar të sotmen dhe pritshmëria është që treditçi i kësaj fundjave të jetë me rikthim në ditët të ngrohta. Punët me largimin e virusit gjithashtu duket se janë mirë. Këtë e them nisur nga numrat e ulët të infektuarve të kësaj jave, që u arritën në 2 apo në 1 për shumë ditë me radhë të kësaj jave, si në Sarandë dhe në Delvin, por edhe për ritmin e mirë me të cilin ka ecur procesi i vaksinimit. Në të gjithë rajonin tonë, Sarandë, Delvin, Finiq, Konispol, mësohet se numri të vaksinuarve e ka kaluar shifrën 11.000 persona, të fashave moshore plus 75, plus 70, plus 65, ndërkohë raportohet i përfunduar procesi i vaksinimit të stafeve mjekësore, i uniformave blu, i mësuesve dhe i kolegëve tanë të terenit, dhe vijon vaksinimi i stafeve hoteliere që do t'i jap më shumë siguri shëndetësore sezonit të turizmit në Sarandë. Kjo ka qenë ndërkohë java e parë e një muaji të madhërisëm për besimtarët musliman, edhe në Sarandë prej të martës ka nisur muaji i Ramazanit, i thëmë ndryshe edhe si muaji i sakriticës, i agjërimit dhe i lutjes. Nga Mishtinia e Sarandës është bërë kujdes për të shmangur grumbullimet e besimtarve, siç do ta thonë se ky muaj, por ndërkohë prej tyre është të vlerësuar fakti që Ramazani si vjetëm, megjithse ende nën pandemi, e përjetohet në kushte më të lehtësuara, e konkretizuar kjo edhe me zgjatjen në kohë të nisjes së orës policore. Për shkak të këtij lehtësimi të masave anti-Covid, në qendrën kulturore të xhamisë së Sarandës janë mundsuar edhe pritjet e autoriteteve vendore, ku janë parë të mos mungojnë edhe figurat kryesore të kandidatëve për deputet në këtë rajon. Duke mos u futur në atë se si po shkon gara zgjedhore në Sarandë, me dëshirën për të qëndruar sa më larg vjetëve që ka politika për shkak të kësaj gare, do ta ndalë raportimin tim në përfitimet që u vijnë komuniteteve lokale me këtë rast. Paçka se ato mund të cilësohen edhe si punë apo investime elektorale, ajo që mbetet është se realisht po vihet dorë dhe po bëhen ndërhyrje dhe investime atje ku njerëzit kanë kërkuar të bëhen në interes të cilësisë së jetës së tyre. Këtë javë gjejmë disa gjurmë të rëndësishme të fushatës në të pikëvështrim, siç janë shtrimi me beton i një rruge të brendshme në lagjet të fshatit 6 apo në Metoq, si dhe rekonstruksioni që i bërë rrugëve Labëria apo Magdalena në Ksamil, e për të shkuar më tej në zona rurale me shumë impakt në jetën komunitare, është vlerësuar asfaltimi që ju bë së fundmi rrugës Fushëllri Kalas në zonën e Rozomës të Bashkisë së Delvinit. Dhe po shihet që pjesëmarrjen e tyre në votime apo adresimin e votës tek ky apo ai subjekt votuesit po e kthejnë në një kontratë për të kryer punë dhe investime sa do të vogla, por me rëndësi për përmirësimin e jetës së tyre, duke u larguar në këto zgjedhje nga tifozëria pa arsye. Në fushën e traditës sportive dhe të sotmes së futbollit të Sarandës, lajm ka bërë vlerësimin që i bërë me titull mjeshtri i madh Milton Gurmës, futbollistit dhe trajnerit që njihet si Beckenbaueri i futbollit shqiptar. Titullimi i tij mjeshtri i madh është bërë në Sarandë nga presidenti i Republikës Ilir Meta me motivacionin në shenjë vlerësimi për kontributin dhe personalitetin e gjithanshëm në lojën e futbollit, duke dëshmuar cilësitë të shkëlqyera si lojtar dhe trajner me rezultate të larta. Për Sarandën, Gjirokastër dhe gjithë Shqipërinë, emri i Milton Gurmës është një model suksesi se si, me dashurinë dhe pasionin për futbollin, është e mundur që t'i japësh dhe t'i shtosh vlera edhe fanelës si një ekipi të vogël, por me pretendime dhe objektiva të mëdha, siç është Butrinti. Dhe dëshiroj ta mbylla me atë që ka nisur të tërheqë vëmendjen e mjaft kalimtarëve dhe qytetarëve të Sarandës,
të kujtoj që shetit pasditjeve në sheditoren e re të këtij qyteti. Ata janë një grup të huaj që tashmë janë rezident në Sarandë, për çfarë ata janë bërë tërheqës dhe të abiruar, për një veprim fare të thjeshtë në duke, ata kanë zgjedhur një skaj të një prej platformave të sheditores që hyjnë në det dhe ushtrohen atje në mënyrë të programuar duke bërë në grup kërcime aerobie, pa pretendime, pa shpenzime, pa dashur që të bie në sy. Ndërkohë, ajo që bën përshtypje është se ne vendasit i shikojmë disin e habi, të tjerë edhe me adhurim, por nuk bëhet fjalë që ky model stërvitje dhe relaksimi për trupin të ndiqet. Ndërkohë që të huajt e Sarandës e japi këtë model, shikojmë që të rinjtë sarandiot apo mosha më të pjekura u drejtohen palestrave të mbyllura edhe në kushtet pandemie, kur palestrat e hapura Saranda i ka të pafundme, sidomos tani me sheditoren e re që është investim i vitit 2021. Faleminderit, Thoma, besojmë se ky ishte gjithçka për sot. Po. Edhe Ju unë përshëndesim. Ju falenderojmë, ditë mbarë. Faleminderit.